Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mi mbrëma të ndëruar shikues kudo që na ndeshni. Kosova ndodhet në një rezervat krize që prej 2 vjetësh në pritje që javën e ardhshme të konstituohet kuvendi i dal nga zgjedhjet e jashtëzakonshme të 7 qershorit në një klimë të pashpresë politike, nëse vendi përsëri mund të mbajë zgjedhje si rezultati mungesës së kompromisit për temën e presidentit. Çështje kjo për të në Kosova formalisht e praktikisht thelbësisht mbajti zgjedhje të jashtëzakonshme dhe me 7 qershor. Vlerësimet e deri çojnë në drejtimin se partia parë e zotit Kurti, por edhe prirja që kishte kjo parti të bëj koalicion me lidhjen demokratike të Lumir Abdigjikut. Kjo parti e zotit Abdigjikut ndodhet po ashtu një momentum krize nëse më ta them me legitimitetin që përfaqëson ai rreth përfaqësimit të LDK-s në një pakt që mund ta bëjmë me zotin Kurti. Sot i kërkohet koka e tij, figurativisht po them, në një kuvend të jashtëzakonshëm. Gjitha zhvillimet po çojnë në një drejtim të pashmangshëm politikisht, që vendi mund përballet sërish me zgjedhje të jashtëzakonshme. Dhe Kosova në këto 2 vite po mjaftohet duke ndruar në këtë rezervat të izoluar të krizës, pa u marrë realisht me nevoja thelbësore që ka shteti sot në marrëdhënie ndërkombëtare, në këtë betejë të pa kompromis që ekziston, të pa rregull, nëse mund ta them ashtu, jo konvencionale në diplomasinë botërore, se kush më shumë me kë po afrohet, kush me kë po lidh aleanca për interesat e tij. Kam ftuar ushtarakun e karrierës zotin Hysén Gecaj për ta pa shtetin e Kosovës në rrafshin e brendshëm dhe në rrafshin ndërkombëtar, në dritën e kësaj betejë, sidomos që ka Kosova me Serbinë, luftën që ajo po bën për ta zhvlerësuar shtetin e Kosovës në marrëdhënie ndërkombëtare. Zoti Gecaj, mbrëma, faleminderit për kohën. Mirëmbrëma, mirë se gjej. Një vlerësim të doja për gjithë ato që thash në këtë hyrje, komuniteti ndërkombëtar sheh Kosovën si një shtet me një udhëheqje grindavece dhe të gjitha thirrjet shkojnë në drejtim të Kosovës që ti zbatoj pa ekuivoke detyrimet që ka marrë në kuadër të procesit dialogut. Edhe ministri i deleguar francez për Evropë që ishte në Kosovë, i bëri qartë Kosovës se komuniteti ndërkombëtar mbështet Kosovën, rrugën evropiane e saj, por kjo rrugë që të jetë e suksesshme, që të jetë mirëfilli aty ku duhet, duhet që Kosova të zbatoj detyrimet që ka marrë në Bruksel dhe në Ohër. Po filloj me një fjali të rastit të ish-presidentit Sejdiu gjatë një ndaje private, ku e tha për fat keq, pas përfundimit të luftës, krijuam disa institucione që kishin një bazament të mirë, kishin një bazament të fuqishëm, ishte një nismë e mirë, kishte një strukturë shtetnore dhe leadership bukur shumë serioz, duke fillu prej presidentit Rugova e këtej. Mirë po, e gjitha kjo me kalimin e viteve shkoi duke degraduar dhe duke ra poshtë ma poshtë, në vend se të ndodhte e kundërta. Dhe kjo nuk flet mirë për Kosovën si shtet, nuk flet mirë për leadershipin tanë, po e shohim që disa palë zgjedhje po i bojmë, me shpenzimet jashtëzakonshme, marrë mend se për buxhetin tonë si shtet i vogël, me një papërgjegjësi totale politike nga ata që kanë përgjegjësi për t'i rregulluar këto çështje të brendshme, po edhe për ta ruajtur nivelin e raporteve me bashkinë ndërkombëtare dhe faktorët të cilët në fakt kanë ndikuar që ne sot jemi këta që jemi si një shtet i pranuar prej shumë shteteve të fuqishme, si një shtet të cilit dhe rrugët ja kanë hapur në arenën ndërkombëtare, po këta miq ndërkombëtar, sepse vetë nuk kemi mujt me depërtue, po ky depërtim është bë fillimisht falë edhe një politike të mençur edhe të vetëdijshme të leadershipit shqiptar në Kosovë, në përputhje me ato që përmena në fillim që kishte thonë edhe presidenti Sejdiu, pra ishin të përgjegjshëm, ishin vetëdijshëm se kanë shumë punë dhe detyra të mbrëmshme për të ndërtuar institucionet të vendit, prej strukturës së përgjithshme qeveritare, presidenciale, parlamentit e tjera, deri tek strukturat e mbrojtjes dhe të sigurisë, dhe e gjitha filloi
me zhvillimin hap pas hapi. Ata kanë qenë vetëdijshëm që nuk bëhet gjithçka për një herë. Prandaj kanë koordinuar mirë edhe me Bashkinë Ndërkombëtare dhe me atë koordinim gradual i kanë arritë ato që i kemi sot. Po të fillonin ata që në start me atë mendësinë se na jemi tash shtet dhe na bëjmë këtu, vendosim këtu pa ju, pa mendimin e ju, pa ndihmën e ju, se kemi drejt, sepse faktikisht kemi drejt, na kemi pas drejt edhe për liri edhe para lufte. Po nuk e patëm atë liri se s'ta jep kërkush atë liri qysh do në tjela, nuk ta falë, duhet punë, duhet angazhim, po punë dhe angazhimi nuk bëhen vetëm këso rrethonësh, sepse nuk ka asnjë popull spaku në histori ato që e dim edhe që kemi lexuar që është zhvillu edhe ka arrit nivelin ku e ka sot të kënaqshëm vetëm me forcat e veta pa e ndihmu dikush. Ne këto vitet e fundit sikur kemi fillu me uni komod me këto çka është arrit, edhe pa marrë parasysh që unë besoj shumë që nuk është naiv as kryeministri as presidentja e Kosovës, po flas për ish strukturën aktive që ishte në pushtet, e që nuk i din rrethonat. Mirë po duke e ditë që Kosova tash në aspektin e sigurisë në farforme është e sigurt prej ndonjë sulmi prej jashtë për shkak të prezencës së NATO-s, këta kanë fillu me u marrë me disa interesa të ngushta personale, interesa grupore, qysh me met sa ma gjatë në pushtet, qysh me përfitu sa ma gjatë, qysh me tërhiq afër vete njerëz që kanë edhe fuqi kapitali financiar dhe kështu me kriju një farë strukture personale ose të ati grupit caktum të fuqishme edhe ekonomike. Në këtë mënyrë po tentohet që të krijohet një forcë e cila ma pastaj s'mund të luftohet me mjete demokratike, sepse është shumë problem. Ajo sigurisht që do të luftohet një ditë edhe me mjete demokratike, por me shumë pasoja ma vonë, dhe kjo mënyrë e mbijetesës, unë do të thoja në mënyrë të pandershme të strukturave politike në pushtet, në fakt po e dëmton Kosovën në raport me faktorin ndërkombëtar i cili ka qenë partneri fuqishëm në shtetëndërtim. Po them partneri fuqishëm sepse ju e dini mirë, e dini edhe opinionin, mbase gjeneratat e reja kanë filluar të mos e kuptojnë këtë, por në luftën e fituam bashkë me partnerin ndërkombëtar, m'falni. Me seriozitetin që e pat ushtria qërimtare e Kosovës dhe që e tregoj në kashim me faktorin ndërkombëtar, edhe pse në fillim e quajtën organizatë terroriste, po këta faktor, por kur po që ka një seriozitet, ata u ofrun. Pra kjo është një shembull qysh duhet me punue me faktorin ndërkombëtar për me ecë përpara. Po kemi shembull edhe sot sa dush në botë. E kemi Izraelin, një shtet i vogël, i cili është i rrethum në gjitha anët me plot Serbia, që i konsideron ai armiq, sikur ne që e kemi Serbin këtu afër, mirë po ja del për shkak se ka pas një strategji afatgjate të shtetëndërtimit dhe të fuqizimit të saj. Sot ka arrit në atë stad ku edhe e pavarur mundet me bë shumë çka. Po megjithatë e ruan partneritetin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në çdo mënyrë, në çdo formë, mund të ketë mospajtime qastit për çështje të caktuara praktike në teren, po në aspektin afatgjat strategjik nuk e shkput për asnjë moment atë raport. Ne kemi bën kohët fundit kundërtën. Ende pa qëndru mirë në kam tona, sepse na institucionet e sigurisë i kemi në zhvillim e sipër, nuk i kemi përmbyll atë stadin e zhvillimit të institucionet e sigurisë si duhet ta ketë një shtet. Kemi filluar me u ndi që jemi një farë superfuqi edhe që nuk kemi nevojë për askënd, po e vërteta është krejt ndryshe. Tani po duket që në këto konflikte të mëdha, sidomos që kanë të bëjnë me Iranin dhe me Ukrainën, kanë të dridhen edhe shtete të fuqishme.
njihet shumë e kërcënuar e rrezikuar dhe Britania mollë një superfuqi, po ashtu Gjermania dhe Franca, Italia, e ku jemi na pastaj në krejt këtë mozaik. Dhe ne edhe ma tutje vazhdojmë me politikat pa përgjeshme, nuk mund të zgjellim një president, nuk mund të vendosim për gjana elementare që do të duhet jenë zakonshme për një shtet, edhe të cilat në fakt nuk do të duhet vrehen fare në arenën ndërkombëtare se çka po ndodh. Po tash i ka dalë rënë edhe bashkisë ndërkombëtare me u marrë me ne. Për shkak se po tregojmë jo serioz në rand parë me vetveten, pastaj edhe me partnerët. Me vetveten në atë që e thash që nuk i zgjellim problemet tona të brendshme. Në raport me faktorin ndërkombëtar, për shkak se shpesh herë dhe kur kemi të drejtë, nuk i përgjigjemi me një fjalor diplomatik dhe politik dhe po e thon popullor që të kulturum, mirë po e thoj me një vrasësi. Edhe ajo vrasësi shumë lehtë regjistrohet të fuqitë e mëdha. Edhe metet afat gjatë e regjistruar aty. Sepse ti një faktor i cili je mvarë deri sot prej tyne, edhe ke mri deri këtu ku ke mri falë ndihmesës dhe mbështetjes tyne e cila është prezente edhe sot. Ti tani nuk po gjen edhe një fjalor me shpreh ato që don me shpreh para faktorit ndërkombëtar. Veç të bëjmë një krahasim këtu, Serbia qysh sillet si një jesh agresor, edhe agresor potencial i mund shumë edhe sot, i cili kërcënon Bosnën, kërcënon Kroacinë, kërcënon Kosovën, kërcënon edhe pse jo Shqipërinë, Maqedoninë e Malin e Zi. Mirë po në një farforme e dëgjojmë këtu shpesh kur thojmë e pse Evropa dhe Amerika po janë të butë me Serbinë. Janë butë për arsye se edhe në punë të këqija mund gjinen modalitete seriozitetit punës. Unë nuk i kam dëgjuar kur njëherë Serbt, po flas për Serbinë zyrtare, nuk po flas për qytetarët, për udhëheqësit, duke përdorur një fjalor jo diplomatik në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe me Evropën. Tash po mduket një bën 20 vjet të bashkëpunimit të një shteti të Ohio's me Tani do ta lexoj atë Serbinë. Po. Shumë mirë. Edhe pse ndodh kjo? Për shkak se Serbia e vedishme që një ditë do t'i duhet edhe Evropa, do t'i duhet edhe Amerika, ka kujdes në qasje me komunikimin me Shtetet e Bashkuara dhe me Evropën. Dhe kjo është mënyra si komunikohet me dikën dhe jo Pikpamja afatgjate. Pikpamja afatgjate dhe jo duke shtrirë strategjinë, po. Po, se Serbia ka mujt një formë krejt ndryshme me fol me ta. Sidomos kur dihet që ajo ka një mbështetje edhe prej Rusisë edhe prej Kinës. Ne të vetmin partner e kemi perëndimin, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Evropën. Nuk kemi tjetër alternativë. Serbia i ka mundësitë edhe knej. Pse i ka mundësitë? Sepse në krejt luftën gjeostrategjike të perëndimit dhe lindjes e që konfrontohen këtu në Ballkan, Serbia ka gjetë atë modalitetin për me ecë përpara deri në një fazë caktuar kur asaj i konvenon të kthehet ka lindja ose ka perëndimi. Dhe varësisht për zhvillimeve të përgjithshme globale, gjeostrategjike dhe fuqisë që e shfaqin këto dy pole, lindja dhe perëndimi, atëherë edhe Serbia orientohet pa një xhelozi dhe pa atë ndjenjen se unë dikur të kaluamën kam pas armiqësi me këta dhe nuk du me këta. Kthehen ata, sepse janë popull i cili ka një vetdije shtetformuese dhe një traditë në këtë drejtim. Kurse ne si një shtet i ri duket se ende nuk e kemi kuptuar që kemi bërë shtet, që qasja në raport me shtetit duhet të jetë shumë më serioze. Afatgjate. Më lidh ta lexoj zoti Gecaj një postim të ambasadës amerikane në Serbi, në Beograd.
e ku i referohet një bashkëpunimit suksesshëm 20 vjeçar të ushtrisë së Serbisë me ushtrinë në Ohio, po. Në postim thuhet taksativisht të ambasadës amerikane. Antarët e ushtrisë serbe së bashku me antarët e gardës kombëtare të Ohio's dhe të ushtrisë hungareze morën pjesë të një stërvitje në bazën ushtarake Grayling në Michigan. Divizioni i zbuluzëve dhe oficerët e shtabit nga brigada e parë e ushtrisë serbe gjatë 2 javëve po përmirësonin aftësitë e stafit, komandës dhe stafit për planifikim, vendimmarrje dhe koordinim të forcave, ndërsa njësitë e manovrimit praktikuan aktivitetet taktike luftarake, procedura kontakti, koordinim mbështetjes me zjarr dhe evakuim mjekësor. Antarët e ushtrisë serbe u stërvitën krah për krah me batalionin e zbulimit blinduar të gardës kombëtare të Ohio's, duke përdorur pajisjet e tyre, ndërsa garda kombëtare e Ohio's siguroi armë, municion dhe furnizime stërvitjeje. Ky ushtrim lidhet me 20 vjet bashkëpunim suksesshëm në kuadër të programit për partneritet shtetëror Serbi-Ohio, i cili është një nga themelet e marrëdhënieve të forta dhe gjithnjë e më të zhvilluara të mbrojtjes midis Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Serbisë, do thonë thuhet garda kombëtare e Ohio's. Para postimi nuk është i Serbisë, po është i Shteteve Bashkuara të Amerikës. Shtetet Bashkuara të Amerikës, siç e thatë ju vetë, Kosova kishte ndërtuar me jo pak mundi që nga koha e Rugova së këtej, që shqiptarët kishin drejt për diri nuk është e mohueshme, ishin të pushtuar për sa vite, u coptuan gjitha trojt, por një mendje dhe vizion i qelluar nga Rugova thaqe tjerët, artikuluan idenë e një Kosovë të lirë, të pavarur, që respekton drejtat e të tjerëve, që nuk jeton në shtratin e mendësisë asaj politike të pa denacifikuar që kishte Milošević, që ka edhe kjo Serbi, nuk ta mohojmë. Dhe si është e mundur të ndodhë kjo, me miqtë të gatshëm që kishte Kosova, që punuan për Kosovën, për këtë realitet tepër historik. Ne të krijojmë këtë moment, kur sot me Shqipërinë nuk e kemi një dialog strategjik, kemi të pezulluar përkatësisht këtë dialog. Çka po ndodh me ne, sipas jush, zoti Gecaj? Do doja edhe fillimisht këtë ta komentonit edhe këtë në kontekst të kësaj. Përshtypjen që kjo që kanë postuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një mesazh i qartë për Serbinë edhe për shtetet në rajon. Këndvështrimi i marrëdhënieve ndërkombëtare, i marrëdhënieve afatgjata gjeostrategjike i Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk shikohet ngushtë siç i shohim na sot gjanat këtu në Kosovë. Edhe kur që po mendojmë në nivelin strategjik, prapa ajo strategjia jonja është në nivel shumë tult në krahasim me këtë që bëjnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju dini mirë dhe historikisht është e njohur që Shtetet e Bashkuara të Amerikës aspiratat e tyre i realizojnë në plan afatgjat kudo në botë. Por kur ka aspirata afatgjate kudo në botë, atëherë duhet shumë kohë, shumë resurse, shumë jetë dhe shumë dije. Dhe cila është dija e tyre, sepse dija është baza e gjithçkafit, bazamenti i gjithçkafit është dija, e cila neve po na mungon, për fat keq. Ata pa marrë parasysh kush është president, atë strategji nuk e ndryshojnë, ose spaku nuk e ndryshojnë për njëherë, po e përshtasin me kalimin e kohës në mënyrë, pra bojnë një strategji afatgjate fluide në mënyrë që t'i përshtatet rrethonave, po synimi përfundimtar gjithmonë është ai që ja kanë në synin këta me. Sepse një në thelbësinë e tyre. Dhe ju personalisht e një në thelbësinë e tyre. Ata i njohin rrethonat e përgjithshme sepse kanë investimet mëdha, kanë strukturat e cilat i përcjellin detaje çdo lëvizje kudo në botë, pastaj kanë edhe teknologjinë e cila e ndihmon këtë punë operative edhe strategjike më vonë dhe ja dalin t'i kryjnë detyrat e tyre
dhe nuk majnë inat presidenti me presidentin kundron që tash unë nuk do të baj ato që e ka bo presidenti kalum, unë du me bo diçka tjetër se aje ka bo gabim, po aty ku është në rregull dhe është mirë e vazhdon, edhe e forcon, po edhe atë gabimin thojza, po e tham që e ka bo homologu i ti para prak, ky shkon vetëm e mbi ndërton, e forcon. Edhe thirret në ato që ky se ka bo e bona one, e forcova, shkova ma të tje, eca për para. Po jo me e prish me themel, si që ndodhë këtu tek ne. Dhe shpesher për fat keq disa gjona në opinion edhe nuk kuptohen në Kosovë se çka ndodh përmbrana strukturave të institucioneve shtetënore. Sepse shtetin nuk e man vetëm ajo deklarata publike që e thot presidenti, presidentja, kryeparlamentari, kryeministri, kushdo qoftë, por është edhe vetë sistemi i organizimit punës mrena për mrena strukture, mrena për mrena ministrive, mrena për mrena forcës sigurisë, AKI-së dhe policisë Kosovës. Dhe kur aty preken disa segmente të cilat nuk duhet preken për politike, është si kur kamt e ulsës në cilin je ull, i ke prej edhe i ke lënë gashme veç me ra. Ky është kërcënimi edhe më i madh, edhe më i rrezikshëm se sa edhe humbjet financiare që shpesh po na ndodhin edhe për të cilat përflitet shumë, siç janë hajnitë ndryshme në sektorin energjetik dhe sektor tjerë, që përfliten, ofrohen shpesh edhe fakte, mund të thuhet, në mediat ndryshme, por nuk merret askush me ta për shkak se qëndron dikush i fuqishëm prapa tyne. Do t'i Gecaj, nëse më lën. Para 27 vitesh, komuniteti ndërkombëtar i prir nga SHBA bombardoi po këtë Serbi, që ende e dim fare mirë, që lundrën në një oqean, në një moçal të asaj mendësie që shkaktoi gjenocid në ish Jugosllavi. Përfshirë Kosovën, natyrisht, ende ky president i saj del me zotime për kthimin e tij dhe Serbisë në Kosovë, që Serbia është tokë e tyre. Kjo Serbi bëri agresion ndaj Kosovës, po bën çdo ditë për ta minu paqen dhe stabilitetin. Në të njëjtën kohë, po kjo Serbi ka partneritet me SHBA-t, me shtetet që i prin asaj luftet NATO-s bashkë me OÇK-n. Sot Kosova është e rrëfimi i perëndimit fitoi në raport me Rusinë, nëse mund ta them. Kosova u shtirua, u shpallë pavarur. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë nuk e kontestoi pavarësinë e Kosovës, përkundrazi. Jo drejt. I dha të drejtë. Shumë fitore në marrëdhënie ndërkombëtare dhe sot vim situatën kur komuniteti ndërkombëtar pa diskutim që ka interes strategjik që këtë Serbi të sot me ta heqë nga orbita ndikimit rus e kines. Nuk ka asnjë dilemë, por çka nuk po shkon mirë me neve në rrafshin ndërkombëtar, që të dukemi si një vend që po shkakton lëkundje të raporteve me stabilitetin, dhe me veriun pati një deklaratë të State Departament Amerikan, ku taksativisht i kërkohet Kosovës zbatoj ato detyrime dhe të heq dorë nga retorika që tensionon situatën e veri. A jem të lexuar saktë çfarë po ndodh, apo po mjaftohemi me fitore të brendshme, me disa copza ngjarjesh që prodhojnë heroizëm lokal? Unë pak më herët të përmena që... Shtrova disa çështje në mënyrë që me qenë se leadershipi jonë ka kuptu që nuk ka një rrezik potencial të fuqishëm për një sulm nga jashtë, atëherë nuk merret, edhe që këtë mbrojtje në fakt i garanton bashkësia ndërkombëtare, jo na vetvetes. Atëherë ju ka kthye interesave të ngushta, nuk merret me politikat më, nuk merret me hapa strategjik që do duaj në forcimin e raporteve me miqtë ndërkombëtar që na kanë ndihmuar deri këtu. E kemi shembullin më të ri kohëve të fundit, ditëve të fundit, ku presidenti Vučić del edhe para kadetëve atje
Para ushtarakëve, u thot që Kosova është pjesë e Serbisë. Toke jona. Është toke jona, ju duhet të merrni përgjegjësinë për kthimin e saj në ditë mrena. Para asaj ushtrie që dikur bënte gjenocid, po. Para asaj ushtrie që ka bërë gjenocid dhe sot janë këta pasardhësit e tyne. Dhe jo shumë ditë më herët kur një ministër Serbe Paunović del dhe thotë që po t'isha në vend Miloševićit, unë do të baja pastrimin etnik të Kosovës, dhe ka një farë reagimi prej disa institucione ndërkombëtare, po ka, sidoqoftë ka diçka, se unë nuk pres që ata qohen e të luftojnë për ne ma shumë se na për vetveten, po nuk e shoh që ka një reagim serioz prej institucioneve të Kosovës në lidhje me këtë kërcënim që e bani Serbia. Shpall non grata nga Syria. Çfarë kuptimi non grata ajo ka qenë shpallur gjithmonë kur ka guxuar me ardhi dikush prej leadershipit serb në Kosovë. Pa leje. Pa leje. Është qesharake kjo. Çdo duhet bënte Kosova sipas jush? Kosova diplomacia sipas meje, mas pari nuk është dashur me rënë këtë nivel që me hub në gjithë kohën rreth marrëveshjeve për zgjedhjen e presidentit dhe konstitutimin e institucioneve. Kjo është dashur me qenë zgjedhur. E dyta, mas këtij incidenti edhe kërcënimi prej Serbisë që ju drejtu Kosovës, diplomacia kosovare nuk është dashur me flajt as natë as ditë. Është dashur me nxo dyrë të gjitha ambasadave që janë prezente këtu në Kosovë në rand parë, për me tregue seriozitet në qëndrimet tona. Nuk është që se din ata qëndrimin e Serbisë. Mirë po heshtja jonë i ban edhe ambasadat e huaja me qenë komode, me hesht, sepse kur nuk reagojmë na pse me reagu ata. Është ma letë për ta, po diplomacia jo nuk është dashur me fjetë, është dashur me qenë shumë aktive. Edhe në planin e mbrëmshëm, pra me këto vizita ambasadave që përmena në Kosovë, po edhe në arenën ndërkombëtare, në institucionet relevante ndërkombëtare evropiane në radhë parë dhe Shtetet Bashkuara. Serbia që po fiton këto betejë, po them sipas analistëve, e nuk fiton Kosova. Çka po përdor ajo? Një pjesë të kësaj unë veç e thash. Kjo është dobësia jonë, se na jemi aktiv, se na merremi me punë e rëndësishme tona strategjike shtetërore, pjesa e parë. Pjesa e dytë, mënyra e komunikimit e Serbisë në raport me faktorin ndërkombëtar. Ata kanë një qasje krejt më ndryshe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian. E ne po sillemi si? Kurse ne sillemi sikur ne jemi një farë superfuqie këtu. Serbia nuk lun rolin e të fuqishmit në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne po konfrontohemi këtu me na po konfrontohemi. Gjithë këto vite. Po sigurisht. Konfrontimi nuk është vetëm fizik, konfrontim politik, po. Është politik, verbal, që është tepër i rrezikshëm. Është një lloj konfrontimi edhe refuzimi i gazit lëngshëm amerikan. Po do dalim edhe aty. Mirë po, konfrontimi verbal është tepër kërcënues për neve. Na më herët e përmenëm pse Serbinë po e mbështetin e neve jo. Na po i thojmë mos na mbështetni. Po i thojmë mos na mbështetni, s'po dojmë me ju. Ata po i thojnë, po, dojmë mbështetjen e juve, veç i kemi edhe pak do probleme, do interesat tonat, duhet me i koordinu këto. Në Rusinë, po. Duhet me zgjedh këto probleme. Ka edhe në diplomacinë e hapur këso bisedash, të cilat i shohim çdo ditë komunikimit të Serbisë me Perëndimin, po ka edhe biseda të diplomacisë fshehur, të cilën ata e zhvillojnë dhe e kanë tradit këtë punë edhe prej të kalumës. Kurse ne haptazi konfrontohemi me bashkinë ndërkombëtare, konfrontohemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke filluar 2023 me Antony Blinken, i cili del i pari edhe tërheq vërejtjen për sjelljet tona. Dhe na përgjigja jonë çfarë ishte, na bojmë me veriun çka dojmë, se është e drejtë e jonja, është kështu. As ata nuk na e mohojnë drejtën, se na kanë pranuar shtetin, Republikën e Kosovës si shtet në tërësi, edhe me veriun.
Dhe pikrisht fal kësaj njohje u vendosën pikat 1 deri në 31 në kufi. Problemi i veriut është tash problem mbrana territorit Kosovës dhe mbrana Kosovës dhe çështje që i përket Kosovës, por jo vetëm Kosovës. Po them Kosovës në kuptimin në raport me Serbinë. Si lajoni ndërkombëtarizoi një çështjen e veriut në tavolina ndërkombëtare, një sjellje tjetër politike, mbasi do të mund ta mbante sipas jush brenda pozicive që kjo është shteti i Kosovës? Ajo pjesa fillestare dhe e parë dhe pozitive që ke pa marrë se po parasysh që veriu ishte shumë i militarizuar në atë kohë. Kriminal, po. Me plot kriminal, me përplot armatim, kishte formacione ushtarake dhe policore në rroba civile, kuptohet, të Serbisë prezente aty, megjithatë me mbështetjen e Bashkisë Ndërkombëtare i vendosën pikat kufitare rreth e rreth. Edhe u përkufizu terreni, territori i shtetit, i Republikës të Kosovës. Dhe ju e dini që mas një periudhe ato pika kufitare në veri u dogjen, hynë forcat serbe kriminale, i dogjen pikat kufitare, po... Në atë kohë, mbaj mend me fal Geca, në funksion të shtjellimit, në atë kohë, Serbia dhe udhëheqësit e saj po mbaheshin përgjegjës në mënyrë të drejt për drejt nga komuniteti ndërkombëtar, nga perëndimi, se po bënin obstruksionen ndaj një paqe të nevojshme për Ballkanin. Dhe? Po, sepse ende në atë kohë kishte një bashkëpunim të ngushtë të qeveritarëve apo udhëheqësve shqiptar me Bashkinë Ndërkombëtare. Dhe ky koordinim çka bani? Edhe pse u dogjen pikat kufitare, prap institucionet tona u rikthyn. Doganierët tonë dërgoheshin, edhe policët tonë dërgoheshin me helikopter të NATO-s atje edhe vendoseshin. Ndrrimet bëheshin me helikopter. Në një proces koordinimi. Në një proces koordinimi, pra ka pas një bashkëpunim të vetëm që veriu i Kosovës të mos e përdorë Serbia në pjatën e saj për ta ndërkombëtarizuar. Sigurisht. Por të mbetet si problem i Kosovës, për me i tregu edhe Bashkisë Ndërkombëtare, edhe Serbisë që ky problem s'ju takon. Është yni, po. Serbisë po i takon Kosovës. Edhe miqve ndërkombëtar, të cilit i kanë të pranishme këtu trupat e veta në KFOR, dhe që kanë përgjegjësinë për mbrojtjen e territorit Kosovës edhe sot, jo vetëm në atë kohë. Pra në një kohë kur kemi pas institucione edhe më të brishta, edhe më të pafuqishme, sepse ka qenë fillimi i shtetë-ndërtimit, kemi arrit me bë punë të mëdha për shkak se ka pas një koordinim me aliatët, me ata që kishin një garant për shtetin e Kosovës. Dhe kjo është gjuha dhe mënyra e komunikimit që duhet përdoret me ata prej cilëve t'i pret ndihmë. Mbase edhe komuniteti ndërkombëtar të lëroi gjatë prezencën e proksive kriminal serbisë në veri. Po e ka duru. Kurti e mori këtë leksion, por krahas kësaj ndali komunikimin me aliatët ndoshta. Bashkia Ndërkombëtare, po edhe pushtetarët e asaj kohe kanë pas një strategji afatgjatë të zgjidhjes së problemeve, pa trauma të mëdha, dhe pa e pru situatën ose Kosovën në një situatë dhe pozitë ku mund të kërcënohet me një konflikt të kufizuar. Se unë e kuptoj që as në atë kohë nuk ka pas mundësi që Serbia të kthehet prapë dhe të futet në Kosovë me trupat e veta, po ka pas mundësi ta tensionoj situatën dhe të krijoj një farë lufte të vogël lokale, gjë që Bashkia Ndërkombëtare bashkë me politikanë tonë e kanë evituar në atë kohë, nuk e kanë lënë hapësinë për me ndodhur diçka e tillë. Po me ardhen e qeverisë Kurtit, ai trend i cili po shkonte gradualisht, ndonë se është arrit që në një... Prej viti 2013 e tutje, situata filloi të agravoj me antagonizëm thellë, aq të përhapur politikisht në Kosovë, sa që sheshet të mbushën në vokacionin politikisht për tradhti, e kështu me radhë disa kryeministra u rrëzuan në një justifikimin që po bënin lëshime, kompromise në një proces që vetë udhëheqja e kohës po koordinoi me Shtetet Bashkuara. Takim nuk ishte, nuk po ndodhte pa koordinim me ta. Para kësaj, opozita e asaj kohe bani një propagandë graduale, po të fuqishme, kundër vetë institucioneve të vendit, duke e bind masën.
që në pushtet kemi tradhtar. Edhe ju kujtohet mirë që... Kam raportuar për të. Edhe keni raportu me siguri, po ju kujtohet mirë kur i rrotullonin ata kamionat me mallna që vinin prej Serbie, dhe kjo lën një efekt në popull, se një popull i cili ka qenë i robnum, se cilin element që është i fuqishëm, po thonë thojza kundërshtarit e pranon, sepse nuk e menon afat gjatë, a është kjo e mirë ajo, po në çdo moment Serbin mundohet me pas sa ma keq, sa ma të poshtrume, ofendume. Dhe ata kamiona kanë lënë për shtyp, po këshire sot, sa hyn kamiona në ditje vetëm me zhavar prej Serbie. 200 milion euro është e le mallna tjera. Derisa të njëjtit persona dikur i rrotullonin ato kamiona që ishin pronë dikuj prej qytetarëve tonë, edhe i shkaktonin një dëm të madh qytetarëve tonë, sepse ato parat këta i kanë paguar, shqiptarët. Sot janë qelë kufit edhe hyn mall pa kurfar kontrole prej Serbie në çdo cep të Kosovës. Ecaj, që prej vitit 2011, kur nisi procesi fillimisht teknik i bisedimeve Kosovë-Serbi në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Në vitin 2010, në shtator, Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara përmes një rezolute kërkoi nga Kosova dhe Serbia proces normalizimi dhe ai filloi pastaj një vit me vonë. 2013 ishte marrëveshja e parë e prillit midis Kosovës dhe Serbisë. U ratifikua në kuvend 2015 januarit marrëveshja parime në udhëheqjen e kryeministit Mustafa. U kontestua ajo marrëveshje, shkoi për kontroll në gjykatën kushtetuese në 23 nene të saj. Gjykata kushtetuese konstatoi që nuk ka harmoni të plot, përputhje të plot të fjalive me frymën kushtetuese. Dhe se kërkonte që ato të rregulloheshin, ishte fjala edhe për statutin e asociacionit komuna me shumicë serbe. Në dramën e protestave të mëdha që po ushtonin në Prishtinë për asociacion zajednicë në atë kohë, thonin, dhe demarkacion, Kosova u izolua në betejën e saj midis njëri tjetrit politikisht, kush të shpallet tradhtare, kush hero. Politikisht, kush ka kundërshtuar komunitetin ndërkombëtar që prej shpalljes së pavarësisë këtej është lëvizja vetëvendosje, më vonë asaj në protestat e mëdha ju bashkua dhe zoti Haradinaj, zoti Limaj. Ishte një kohë në bashkëpunim në pakt me ta dhe vetë zoti Mustafa në kohën e Vlanit. Shpendametin e tyre e kishte mbështetur edhe PDK, heshtur azin në Prishtinë dhe mbas edhe jo heshtur azin. Të gjithë mbanin në një mënyrë se tjetër përgjithësi faj, dikush me shumë dhe dikush me pak, se ç'po ndodhte me Kosovën e nesër me atë Kosovë që ju po thoni se do duhet me ndoj një vizion afat gjatë. Dhe sot jemi në situatën që të kemi dilema, a i kem shëbat alat për një menta, nuk i kem. Është rezultati një investimi afat gjatë, zoti Kecaj. Si do të duhet, si do të mund të dalim nga kë... Prandaj, ma herët të thash që... Zdia bona përmbledhas një ecje. Shumë mirë, keni bërë shumë sakt këtë përmbledhje dhe për ata, unë ma herët të përmena dhe thash që fillimisht është punu për një periudhë gjatë në një propagandë, ashtu të them në tepi, kundër pushtetarëve. Dhe kjo propagandë shkoi duke u fuqizu gradualisht. Kjo propagandë e gjetë në fakt një teren edhe bukur mirë të pregadit, gatshëm, edhe prej kohës me njëherë fazës pas luftës, kur bota sot edhe disa mediume tjera dilnin me disa qëndrime të rrezikshme përqarëse, fillimisht regionale, pastaj kundër UÇK-s, krajinore tjera. Krajinore, kundër disa komandantëve dhe kështu me pretekste që ata i është ushqyer ky. Edhe ushqej kjo narrativ dhe ma pastaj kur vetëvendosja filloi vetëm e përdorit njëjtën infrastrukturë, njëjtën metodologji. Edhe sot mund të shihet shumë haptas që shumë eksponent të kësaj partie janë kundër luftës, janë kundër UÇK-s, kundër komandëve.
Vetëm këtë para pak ditësh e kemi zotin Vlau Konjuhca, i cili del dhe thot, po parafrazoj që ata që janë në Hagë duhet të lirohen, për ndryshe do të ketë të lashet mëdha. Po e thot në një kohë, po e thot në një kohë kur politikisht prap i duhet këtyne. Pse i duhet? Sepse atje vendimet janë marrë. Ato vetëm kanë met pa u deklaru në opinion. Në farforme jenë marrë. Dhe një fjallë e mirë, me e thonë këtë moment për ta, mbetet po thu. I gjinet dikun. Për arkeve bëjnë. Për arkeve, i gjinet dikun. Dhe jo pa qëllim e bojnë, jo se dojnë, sinqerisht, t'i ndihmojnë ata njerëz. Nuk besonin këto? Jo, nuk besoj. Pse nuk besoj? Sepse po të kishte një kësi fjallori në vazhdimësi për i viteve të mahershme paraprake deri sot, po, shumë në rregull. Por ishin indolent, pasiv. Mirë po, deri me tani, jo vetëm që kanë qenë pasiv, po kanë qenë edhe ofanziv her pas her. Ndam të aty Kundër ish kredëve to që kësë po. Shko në Hagë, atje e ki venin, une nuk largohen a prej këtuhit, deri sa nuk e shoh Hashim Thaqin në burg. Ka ndodhur këto, gjitha janë të evidentuar. Gjitha këto ka ndodhur, janë të regjistrume. Është habitshme të shohim këtë vullnet politik që i dëshiron një udhëhecit luftës së politikës, ti thotë shko atje. Kjo është si pasojë e asaj luftës dhe propagandës që njerëzit e këqij kur mrrin pushtet e zhvillojnë e përhapin. Për shkak se ai don me kriju rrethana që me çdo kusht me met në pushtet. Jo përmend më herët edhe vitin. A është shqetësuese periudhë që të gati të mos i bëj përshtypje kujt në Kosovë që Kosova sot e vitin 2026 të ketë raport të pezulluar strategjik me SHBA, të mos i bëj përshtypje më thuj se as kujt në Kosovë që SHBA-t janë të brengosura për Kosovën e sot me kursin politik që ajo ndjek në raport me aleatet, me detyrimet që ka marrë në procese të rëndësishme për normalizim me Serbinë kështu më radhë. Që ju nuk jeni edhe shumë i ri e mani men kohën e ish Jugosllavisë, ku kemi jetuar edhe unë e ti në atë sistem. Përkundër 10 vjet i kam pasur. Mirë, ti prap ke qenë më i ri, po man men diçka e din që ka pas diçka keq. Po, ja. Mojnë men me thonë drejt në fshat, jem marrë me kultura bujësore të ndryshme ku veti unë. Dhe nga atje është ndëgju, e mojnë me në Radio Kuk se ka pas një periudhë kohë me pjata ndryshme, alumini e tjera, po edhe taksiratet e kohës, po pa tjetër. Kanë ekzistuar vitet e tensioneve atje. Kjo është periudha kur në fakt masat e gjana shqiptare kanë filluar më vedisu për nevojën për një pavarësi, çfarë do forme. Fillimisht është menduar një republikë në kuadër të Jugosllavisë, tek ma vonë, pastaj është mendu për shkputje, një pavarësi e hapne në raport me Serbinë edhe me Shqipninë, kështu me radhë. Këto janë pra procese. Po para kësaj ka pas edhe një periudhë tjetër, ma interesante të cilën ti nuk e marrë men, po ke pas rast me lexue, dhe pjesa dërmuese e shqiptarëve sot në Kosovë, po flas gjeneratat e reja si ju dhe matri nuk din fare për atë periudhë. Pse po e përmeni këtë periudhë, po du me lidhë të kjo që e thatë jo të kjo shqetësimi, pse ndodhë kjo. Një kohë ka pas të një pjesë bukure madhe edhe vetë shqiptarëve që Jugosllavinë ka nisi shtetin e tyne. Titon e ka nisi... Nuk kanë besu se shkatrohet, kem para... Nuk kanë besu. Jo, nuk kanë besu se shembet Jugoslavia. Nuk kanë besu që shembet Jugoslavia. Titon e kanë qmua si liderin e tyne, e kanë dasht, i kanë provorit, i kanë këndue, i është këndu në shkolla, në universitete, tek ma vonë dikur kanë fillu ndryshimet. Lëvizjet, po. Pra pse ka ndodha ajo e para? E para ka ndodhë për shkak se është punue për një kohë gjatë me masat e popullit, edhe i ka bind që kjo është rruga me e mirë, i ka bind që Jugoslavia s'mon shkatrohet, i ka bind që na i kemi gjitha drejtat këtu, i ka bind që jetojnë më mirë shqiptarët në Jugosllavi se sa kudo tjetër. Sot ka të tillë që hasnë ta që mendojnë kështu. Ende? Ende ka. Në Kosovën e lirë. Po, edhe sot. E po tash, kur
Kjo racë se njerëzve, po është një pjesë e këtyre njerëzve ka këtë prejardhje, të dashnisë për titën. Edhe ka atë prejardhje, po edhe kur e bind, edhe për një modalitet tjetër ai metet që aty. Është arrit që për 20 vjet përafërsisht të bindet ky popull që ky shtet veç ka shku t'ju shkatërru. Ose krijojmë pyetjen kujt i ran mend me bë Kosovën shtet. Po. Ka ndodhur këtu shumë çka. Mund kujtohet kur ka vdek Tito, në atë kohë kam qenë në gjimnaz ushtarak. Edhe kam pa autobusat kolon me regjistrim qyteteve të Kosovës të shku me vizitu mauzoleun e Titos në Beograd. 6 rreshtat, 6 kolona në Zanzve, disa i kom njoftë edhe prej venit prej Kavion, disa i kom folja edhe me ta aty. Ty prit në rend me shku me ba homazhe të varri i Titos. Dhe cili ishte sentimenti ty kur ke biseduar me ta? Po të mos nishin diçka pozitive, po të mos kishin një sentiment pozitiv, nuk do të shkojshin aty. Unë e di që edhe plot kanë shkuar, se s'kan pas çare, se s'kan mujt më shkput. Dhe ju po zbërthani situatën në kontekstin kulturor, në pikpamjen e mjedisit kulturor, që ato simptoma që për Titon neo-Jugosllavia ekzistojnë ende. Në Kosovë. Në Kosovë, po ato tash Titos ekziston, po mund ta gjej një Tito tjetër, një idol tjetër, një idhull tjetër, edhe të orientohen ka ai. Me këto po du me thonë që njerëzit nuk janë të pa manipulueshëm, masat. Manipulohen. Po. Bili ju të mediave dini mirë këtë punë, shumë. Dhe sot, në këtë kohë, në këtë periudhë, manipulohen shumë ma letë. Pse shumë ma letë? Dhe ju është një shoqërinë kosovare të manipuluar. Me vetë faktin që nuk i bën përshtypje që Kosova ka raport kritik me SHBA. Nuk e ka të garantuar procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Aplikojnë në vitin 2021 për ta marrë statusin e vendit kandidat për antarësim, nuk e ka marrë ende. Në thirrjet ultimative të qarta të komunitetit ndërkombëtar. Zbatoni detyrimet, fjalën që keni dhënë Bruxelles në orë dhe silluni përgjegjshëm kundrejt një procesi që kërkon normalizim rrjedhimisht siç e kërkon dhe SHBA, njohjen e Kosovës nga Serbia. Krejt këto çka po ndodhin në trojet shqiptare, po flas jo vetëm Kosovë, në përgjithësi edhe në Shqipëri. Këto kohë të fundit me ato protesta që po ndodhin, me këtë përqamjen e shqiptarëve në luginën e Preshevës në 2 grupe, me përqamjen e shqiptarëve në Maqedoni, një grup me Ahmetin, tjetër grup me këta që janë pushtet, me përqamjet në Malzi, edhe ato përqamje në Malzi të llojeve të ndryshme. Janë rezultati? Krejt janë rezultati një lufte hibride, një lufte speciale që udhëhiqet në rajon. Dhe kjo luftë është bërë sot të udhëhiqet shumë ma lehtë se në të kaluamën. Sepse nish Jugosllavi ta zon për me indoktrinue popullin e Kosovës, është dashur me ardh dikush fizikisht, edhe me përhap propagandën e tij. Me kriju ngjarje, me kriju emocion, rrëfim, emocion, të gjitha këto është dashur me ardh fizikisht. Sot s'ka nevojë, nuk vjen ashtu. Sot i përdor çdo pajisje. Dhe për fat keq njerëzit kanë prirje ta marrin lajmin i cili është më i lehtë, më i kapshëm për ta. Nuk ka rëndësi është i vërtetë i rrajshëm. E pranon. Shkon më njëherë. Dhe kjo është i ndodhur në këtë fazë në të gjithë hapësinën shqiptare, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri. Janë të infiltruar përmes këtyre rrjeteve, po edhe agjentura tjera të cilat janë prezente edhe në Shqipëri edhe në Kosovë, të hujat e që e dim që janë, në një luftë jashtëzakonisht të ashpër të ndikimit, të serave të ndikimit të shtetëve që ata përfaqësojnë. Dhe kjo nuk mundet me pas një efekt në terren, po që se nuk e ka edhe një person, 2 person, apo një strukturë caktuar vendore në dorë. Po, se midis tyre është edhe ky debati që shpërtheju për
fushatën e dezinformimit, luftën e pamëshirshme me çdo mjet që bëjnë partitë, kryesisht lëvizja vetëvendosje me akaunt fake kështu me radhë, duke përhap dezinformim me kështu, edhe vetë ish zyrtarët e VV-s kanë deklaruar që ndodhen në këtë parti sobat e dezinformimit e tjera dhe në fund të këtij rrëfimi për Kosovën politike, zoti Geca, sepse ndani përvojë të gjatë, edhe ushtarake, edhe të asaj mendësie të padenacifikume që sot është në Serbi. Sa është interes për Kosovën politike, për shqiptarët në rajon, bëjnë pakt të futin në të pedallimet politike në funksion të një, po them, kursi strategjik afatgjat për fakturizimin e shqiptarëve në raport me slavët, në raport me sidomos me Serbinë, administore. Dhe jo vetëm me Serbinë. Po, dhe jo vetëm me Serbinë. Po. Prandaj e thash. Se është jetike, ajo nuk diskutohet. Nuk ka zgjidhje tjetër. Sa do të shkoj kështu gjatë, nuk e di. Varet sa mund me rezistu këto dy pole. Po. Por një ditë do të zgjidhet ky problem. Po është mirë zgjidhet sa më shpejt. Mos të ndjejmë pasojat, se sa më larg që shkon kjo problematik, pasojat janë më të mëdha. Por kjo kthjellje, ashtu ta quaj, do të ndodhë në dy drejtime. E para, kjo e mbrëmshmja ku njerëzit do të fillojnë të vedisohen dhe ta kuptojnë që nuk shkon më kështu dhe që duhet me ul edhe me i zgjidh problemet vetë, sepse nuk është bashkësia ndërkombëtare ajo që duhet me na i zgjidh këto probleme, edhe pse na kanë ndihmuar të kalumen edhe për këto çështje. Shumë. Me i zgjidh për stabilitet politik, po. Po, ka qenë një fazë ku ka qenë e nevojshme me ndihmu Kosovën, edhe për shkak të mungesës të përvojës në shtet demokratik çfarë po synojmë ta krijojmë. Po edhe duhet marrë parasysh aspektet gjeostrategjike të fuqive të mëdha. Do të ketë edhe tërësni të madhe edhe prej këtyne. Dhe ata do ta zgjidhin në fund problemin tonë. Po kur ata e zgjidhin problemin tonë, po tham figurativisht se na vetë kena me i kry prap ato punë, po me presionin e tyne na kena me i zgjidh këto probleme. Me zgjidhjen base më të vështira, më të zorshme. Kemi me pas më të zorshme, po edhe mund të kemi edhe pasoja afatgjata. Dhe për me ju shmon kësaj, që mos me ndodh kjo, do të bëhen dy gjëra, do të zgjidhet ky problem, këto mosmarrëveshje politike të mbrëmshme, krijohet një stabilitet. Në Kosovë parashikueshme politikisht, po. Po, sigurisht, dhe t'i kthehemi raporteve me faktorin ndërkombëtar, në veçanti Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, dhe ta kuptojmë që jemi pjesë e këtij faktori. E kësaj orbite, po. Kësaj orbite, pra. Sepse në rand parë gjeografikisht edhe gjeografia imponon shumë çka, na jemi në Evropë. Nuk jemi as në Afrikë, as në Azi, as në dikon tjetër, jo. As në Australi. Prandaj do ta kuptojmë që interesat evropiane nuk lëshojnë me dalë jashtë orbitës tyne. Ti mundesh me u përpilit ka dush, mundesh me shkaktu probleme veti sa dush, në fund do t'jesh aty. I njëjti interes është edhe i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se pa marrë parasysh që këto në këtë mandat të presidentit Trump është dukë sikur Evropa dhe Amerika kanë... Uniteti transatlantik është i lëkundur aktualisht, po. Është i lëkundur, po jo... Raport me Kosovën dhe Serbinë kanë kërkesën e njëjtë. Kanë kërkesën e njëjtë. Zbatoni detyrimet, krijoni paqe, normalizim. Këtë duhet ta bani sepse ju jeni të vegjël, nuk ju durojmë juve me na... Po, ju s'muni me na bë ma shumë keq, se kaq, për ata ju tolerojmë edhe një kohë, po në fund keni me bë çeto. Ma mirë zgjidhni vetë problemin e juj sa ma shpejt, është ma mirë për ju. Kështu është këndvështrimi i tyne. Ju, a shini që Kosova po shkon drejt një stabiliteti dhe kjo pyetja fundit, drejt një momentumi që prodhoi parashikueshmëri, të krija adresë të qëndrueshme me këtë të bisedoj qartësisht komunitetin ndërkombëtar për plane strategjike, mos përballet me situata grindjeje për funksione elektorale e tjera. Për momentin jo. Edhe është keq që po e tham jo. Për momentin jo. Mirë po,
Ju po shifni, edhe në këto zgjedhje nuk ka ndonjë dallim prej zgjedhjeve të kaluara. Retorika është e njëjtë, stili i komunikimit i njëjtë, metodat janë të njëjta, mendësia është e njëjtë, narrativa e njëjtë. Kur në kimi dy element gjithmonë të njëjtë përdoren, rezultati gjithmonë del i njëjtë, nuk mundet me dalë ndryshe. Derisa nuk ndërhyn një element i tretë, i cili e prishat përbamje dhe fillon me u përmesu. Dhe në këtë moment, në këtë fazë, nuk shoh sinjal, nuk shoh shenja që ka një mendje të kthjellur që e ka kuptuar që nuk duhet vazhdohet kështu, po duhet të rregullohen këto çështje. Për shkak se si duket njerëzit kur janë pushtet e kanë problem me u pajtu që duhet me ndryshu, që duhet me dhënë pjesë ndoshta ose duhet krejt me lirue venin, foteljen, që shka ndodhë në kalumen, kemi në disa ish president dhe kryeministra që e kanë shu postin e vetë për çështje të caktuara. E ki edhe presidentin Sejdiu, e ki edhe Dacin, e ki edhe Hashim Thaqin, e ki Ramush Haradinit. Gjithë këta i kanë bërë dolëshimin në momente të caktuara, kur kanë pa e kanë kuptuar që është një interes tjetër për venin. Prandaj do duhet merren pozitivisht edhe këta shembull pa marrë parasysh ai dojmë na këta persona që i përmena apo jo. Po kjo është pozitivja për venin. Që Kosova të mos përballet me situata më të zërshme që mund të vinë nga komuniteti ndërkombëtar, si rrjedhoj edhe për shkak të kursit tonë konfrontues që kemi, për shkak mesazheve dhe lajmeve që po çon Kosova politike se nuk është e gatshme të zbatoj ato detyrime, a mund të përballemi edhe me opsione ma kritike, ma të zërshme që nuk mund të bëjmë fjalë për Kosovën atisarit, Kosovën e 17 shkurtit 2008. Ajo nuk përjashtohet asnjëherë. Nuk përjashtohet. Nëse nuk na beson komuniteti ndërkombëtar, që po mbajmë fjalën. Humbja e besimit atëherë nënkupton që frajt ndorë me i marrë dikush tjetër. A kem fuqi na mos me leju dikan tjetër, pastaj me i marrë frajt ndorë, nuk kem fuqi. Nuk ki fuqi në asnjë aspekt, as politik, as ekonomik, as ushtarak. Asnjë nuk ki. Atëherë çfarë faktori je ti për me diktue agenda fuqive të mëdha. Sepse na po bëjmë interferim, na të i menu që po bëjmë vetëm punën tonë, në fakt s'po kuptojmë që po bëjmë interferim edhe në interesat globale të fuqive të mëdha. Të asaj arkitekture ku janë... Të asaj arkitekture ku janë interesat geostrategjike, geopolitike të fuqive të mëdha. Por kur leadershipi vedisohet se ekziston diçka e tillë, atëherë duhet ta kuptoj dhe ta hulumtoj vendin e vet ku e ka në mënyrë që heq dorë nga orvatet për përfitime elektorale. Të heq dorë nga këto interesa minore edhe fare të parëndësishme në raport me interesat e shtetit. Gecaj të falenderoj shumë për kohën, për analizën, zbërthimin, pikëveshtrimet e detajshme që pati edhe nga kohët e kaluara dhe duke nxjerrë një bilans fatkeq për Kosovën e sotme politike, për betejën e dobët diplomatike që aktualisht e ka shteti në marrëdhënie ndërkombëtare përballë një Serbie të pa denacifikuar. Faleminderit juve. Lutem. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.